Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirë shikues të nderuar të emisionit pa titull në TV Arbri. Filluam edhe këtë shtune si çdo shtune tjetër për orës 6 me mysafirë të ndryshëm, cilët kanë kontribuar shumë për kulturën të na në përgjithësi, jo vetëm të na, po edhe në pjesë tjera, treva tjera ku ka shqiptar. Smuj me anashkalu, nuk ka kuptim meritat një grup që i ka për muzikën, për rockun, cilën ata e kanë dhënë me të madhe dhe vazhdojnë me kontribu për skenën e rockut në përgjithësi të shqiptaria kudo që janë. Bëhet fjalë për grupin Troja, normal që këtë grupin na nuk muna e pas ose janë një kallallak si pjesëtar të grupit, po sonte me neve është njëri prej antarëve të grupit, është bateristi, a me thonë drum seti, se do më thojnë drum set, dikush thotë baterist, nuk e di qysh me drum set jo instrumenti. Instrumenti, ti e baterist, dramedi. Okej, sonte me neve është Violan Shambani, Landi për ndryshe, pjesë e grupit Troja, qysh që një kohë gjatë. Land, faleminderit për prezencën këtu sonte në emision. Faleminderit Dan shumë që më ke thirrë, është kënaqësi me fol me qenë ka kënaqësi me fol me ty. Po. Se na edhe jemi kojshi edhe shokët mahallës, kena bu lloj-lloj tema, e për që vjen dita me fol për rock na dy bashkë në televizion. Ka shumë ndjenjë interesant. Interesant. Që po pres me janis kësaj interviste. Landon e moj me ty si fëmijë, atë varsitën që bëjshin millin, e hekshëm atë farë rjetën, ty zakonisht i marrë me atë punë, dhe ngjeshëm ato fotografitë e rentgenit që me boni farë tupana ose drum seta. Qysh si fëmijë? Ka pëlqyer shumë. Që aty faktikisht ja ka fillu Dan. Që aty ja ka fillu. Te din që kena, domethënë muzikë, jena konë në të Petriti. Ja. Menqa, që na ka fornua big, domethënë, tash qëre, ka shumë arsye pse na ngojna metal ose rock. Është Menqa, Marsi, po. Vlla jam deri dikon, ajo konë dyqysh e ka pas në një alternativë më shumë, po këta dy, sidomos Menqa, kryeson listë që na kanë mësu me ngu metal. Po, është, domethënë, po foli për lagjën tonë tash. Qatë pjesën tonë, po. Se ai dyqysh ka dalë, o konë maj madhë se na, kështu që e përshëndes shumë edhe gjithmonë e kujtoj për të mirat kohë dhe respektoj. Edhe dyqysh që aty nështë qaj spark i parë ka fillu. Shkëndia dhe para që kena fillu me ngu muzike, për që bëhë muzikantë, ato së tia kena në ruse, kena lujtë me të lifarloje. Po, ajo koha e millit, se për para s'kam ble mill, që blem tash mekanikil, jenë ble ndryshme, da është nështë edhe mesit, mas ne këto kantat e turshive, apo kuptanë, da është gjithë shka me improvizu, se me thonë prendve blema një drum set, mëndzi e kanë siguru bukën e gojës në atë kohë pa punë, përjashtu me për ndjekon e qabëdion, kështu që konë shumë e pështira e kohë. Po që, është duhet gjithmonë me kujtu se mu për vetëm inspiron shumë. Sigur që të kanë thonë për para, prind leje që e tu marrë me këtë farë punë, qka kjo është sense, s'ka hajpi kësaj punë. Jo, shumë duna mi u falenderu, që se më kanë thonë kur, dhe dyqysh e kam pas një lloj përkrahje shumë të thjesht, dhe të sigur që okej, ti po knaqesh me që ato, vazhdo. Do më thonë, gjithmonë ka qenë shkollën me vazhdu nuk diskutohet. E shot ashtë të gjeneratat e reja, për shembull, të fëmijët tonë, të qika e mbilla, i ka krejt instrumentet, i ka krejt senet, normalisht që tash i duna ma shumë me supportu për me shtia, për para na s'kemi pas, është një farë paradoksi i kohës njëri. Ama që fatmirësisht vokali shkon shumë mirë, ka fillu me vokal, edhe po është solo këndim që po shpresoj që ka me vazhdu, edhe jam i bindur që ka me vazhdu. Mu këthyta e jona, se kemi pas kushtet se veç e kallëzum se, kështu që jena konë edhe inovativ, s'kena pas as lodra, kena marru lodra. S'kena pas as skateboarda, i kena marru, po mas nejtë shpis na blejtën kështu ranë këtë malës. Mos mu lodhë. Kështu që po, edhe inovativ, shoqni inovative, pa kur gjo digitali kështu, me më shumë mekanike, po se kemi lonë kur vetën këtë që kemi pas që me bo. Lanë që sa e pjesë e grupit Troja? Me njerë të Troja për medalja? Me njerë të Troja, se du me lidhë diçka. Po, për grupin Troja, kom fillu në 2006, nda? 2006. Deri në 2018, se për 2018 nuk boj muzikë, jemi në një farë pauze kështu. A për 2018? 2018-19, nëse s'gaboj, se nuk jam shumë i mirë
Me data? Me data, kështu që mos mu kapni për data, ju lutna shumë, se qa ty plus minus, që bëhen 2 plus 2, 4 edhe 5. Deri atëherë, po, se tash ka që 5 vite si jemi aktiv individualisht, se cili, kuptohet? Individualisht, po. Po, kemi kontakt njëri me tjetërin non-stop, jemi shok, kuptohet, po nështë erdhë një kohë që nështë ta u deshtë me munal pak me pushu, kështu që njerë nuk jemi aktiv. Po, 2006 kom fillu, ka qenë një koncert, u bo ndryshimi, që formacioni ma që ka qenë për para. Mande unë më ftun Bujari edhe Florentin Band, dhe nave që jemi njoftë për para, Bujari ka qenë dramer, këna shkëmby ideja, që apë dijona atërë. Une veç Bujarin e kom njoftë si dramer metal, që ka qenë, edhe pse ka pas shumë, nështë ta, po a i ka qenë dyqysh si ikona? Po ikon, mund është mi thonë ikon, mund është mi thonë ma inovativ, ikon original. Original, apo kupton, kështu që se në fundit originaliteti gjithmonë është originalitet. Edhe kemi shkëmby gjithmonë vikajte unë shkaj që ata e kështu me radhë. Edhe ka klik me njere, patëm shku me një festival, Live Fest Festival në Shkup. Do më thonë gigi jo një parë është edhe në YouTube, në kanal Trojës. Edhe fantastik njeri. Kur njëtë s'kena bu muzik bashk, me Florentin kemi bu aty këtu në për Jam Session, me Agronin kemi pas dhe bende tjera që kemi bashk punu para Trojës. Edhe aty veç kemi fillu e mas nej shkum Shkup, do me kemi patën bonja 50. Festival kështu i Shkupit? Festival shqiptar, po. S'di që ka pas emre një pjesë. Po si shqiptar, po, jo me përzime me... Ka pas shekull i Dreqit ka qenë, po mdokët bla bla bla, ka pas bende, nuk jam shumë i sigurt. Edhe patëm dalë, patëm kalu shumë mirë. Dhe aty, një 6 orë para se me dalë në live, o konë urdzova i zgjata ligamentet, mu bu edhe një top në komë kështu. Ma ndaj ajo pikpytja e bendit, apo dalje me ishhera e parë, ju këshin premtu njerëzve që keme me dalje, adin, ato lirësht mërë një farë filmi gjiroj ishtë dalë super. Mos me zgjatë shumë, u rikuperova, erdhe ambulanta, normal, ndërhyti, që po dhjo, thash, guys, po dalim, jo që dësha me bu gjest heroik, po dhe unë kisha qef me performua, me kuptan. Unë kisha bende tjera që kisha bu muzike, eksperiencë në drejtim. Mirë po me këta kisha qef gjithësysh me provu. Edhe kemi dalë, di që i kom bu një për një 10-15% kongët ma shpejtë se sa që jënë. A puna e komës? Puna e adrenalinës, edhe ajo adrenalina e ka mujtë edhe dhimbjen, se dhimbja ka qenë të mërshme. A o marrë vesh të masa? Jo, so marrë vesh të masa, vrena me një vend të qysh që qaloj, po e patëm tranu njëri. Që ajo konë prezentimi i parë, jo, po? Që ajo konë formacioni që deri konë kemi qenë bashkë. Po, konë edhe për ty era parë që ajo pjesë? Para publikot? Si Troja që kemi dalë, po, aba për para unë e kom pas, e kom Land of Confusion bendin për para. Kom qenë pjesë të Diademës një periullë të shku, ka qenë edhe aj band shumë interesant. Mas ne kemi pas një band play hardcore, kom pa të marrë me një festival, zdjat kujtohet do në festival hip-hop, rap ka qenë. Konë, diçka i përzim. Diçka edhe, me mujtë me gjithë qatë kaset, veç me po, zotë shumë kësha pas qërë. Një për 2018, 19, plus minus, grupë si grupë Troja nuk funksionan. A ka naj shajt që dikosh me marrë mu reaktivizu si grupë në isan. A ka nej shpres dikosh që kine mu rikthy si grupë, se grupi Troja ka gjithë do kongë që sot e kësaj ditë ngone dhe janë aktual për situatën. Dan mas shumë të që ka shpres ka për njerëzve që nga thojnë pëse s'pë bënim, pëse s'pë bënim, pëse s'pë bënim. Që është shumë do me thonë se për juve, si grupë. Po, mu komenti mas shumë të që më ka pëlqy, i disa njerëzve edhe që si një, se i marrë shumë për bazë komentit e krejtve, edhe i filtroj edhe i munona dyqysh që me mëzirë edhe të mirën edhe kritikën. Thëshën që bendis është i juje. Qa nuk kupton? është bendi jonë, i njerëzve. Bra. Dhe me thonë, ajo ta jep një ndjenë që ti ki një mision kulturor, dhe me thonë, me jep. Jo pse na e majmë kulturën, mësë bëmë shumë asej, se ka shumë bende të mira, për mënej, në Kosovë që kontribuojnë edhe jashtë Kosovës shqiptarë në përgjithësi po foli. E diqysh që ajo të thëtë që, hej, nështa, shpresa vdes e fundit nuk ka diçka nështa shumë konkrete, po ta shohim, diqysh, është mirë me përcjell që si intervista rock, se veç që shtu e marim vesh, apo bohen senet e mirë ajo. Dhe me thonë, nëse janë njerëzit e interesuar diçka tjetër, normalisht edhe këto sene ju ikin.
Po nëse po supozojnë që po rikthehet grupi si grup edhe çka kanë me ofru për shembull, okoni stil, okoni aktualitet i tematikës, këngëve, çka tek qysh. A e keni menuar çfarë stili ka më konë rikthimi, a e keni diskutuar me ndaj këna herë ndaj sana jo? S'kemi diskutuar kur zho, këtë përgjigje nuk di me të jap se kemi diskutuar, nuk ka ndaj plan. Normalisht na jemi shok, folim non-stop, komunikojmë non-stop. Kontaktin e keni hala, po? Na jemi, gjithmonë kemi qenë shok. Pa të ndalë atëre lajme, jo për shkaqe politike, bla bla bla, s'ka të bëjë. Po, di që koni herë, po. Këtë është, veç, mund më leni gazetar, pa të thirë, pse, mas s'di sove, pa ta vendos hiq, pse diqysh u kone kotë, mi ju jep njerëzve arsye që se egzistoj ke qaj arsye. Thash, përna një farë periudhe dhe nuk patëm qitë kongë heq, një vjetë, 2 vjetë, tash, pse s'po na thërni, pse s'po bëni kongë, se pse s'po doj me bo muzikë për tash, nuk është ku me ditë qka lajem, se s'po doj me bo muzikë, fajna, po kuptem. Po ti pse si e tu bo, mu gjithë për shambull nëse të kisha pyet ty Dan, që ti e marrë shumë mote me muzikë, ma përpara e di që s'bën, po kisha pas që me ditë pse s'ki bo muzikë, o si e tu bo muzikë, se mu m'intereson ti me bo muzikë. E jo pse s'ki bo, s'po di apo ma kupton. Shumë mirë, po. E do të thonë që ajo dyqysh mu ka do kështu e pa rëndësishme e pjesë dhe kom skip krejt edhe jem fokusu mas të projektet e mija ma shumë. Do të thonë kom dash me vazhdu me qato që jem marrë. Po. Okej, epoka Trojës kaq shpresojnë publiko dhe njerëzit me mu rikthy Troja, me bo këngë si mbretëreshat të Huut e shumë këngë tjera, për shkak që sot dhe kësaj dite ndëgjohen hala, nuk e di sa vjet i ka boje këngë, po prap ngohet si këngë. Ti dhe projektet tua përveç ku je i punësum, s'pojmë hija nena, ki bo edhe këngë, ki bo edhe album me repera, për shkak. Është tejstu që i keni bo BMW, nëse s'jam gabim, apo? Që kjo është... Ka? Po, tash... Mos më pyta që edhe në kungu e revë dhe... Ti nëse e ke ngu BMW-n për shambull, ka body count-ën, e di që ti body count, a i stine, faktikisht, nështë ta body count edhe kom su piteje, po më falë nëse kom harru, po ka shanca që piteje e kom su në atë kohë, se ti e kom... Edhe kjo vjen për i mentorit, me a i stia. E po ta përshen që kejtë. Dërlidhu dy qysh ka mensha. Edhe, adin qysh kjo... Gjithve dy qysh... Muzika hip-hop është muzikë urbane njëri. Unë e moj edhe muzikë për muzikë hip-hop me folë se e ndëgjë edhe muzikën e hip-hop. Edhe kur këto dyja janë gërshëtu qaq mirë, edhe ju pse i ka mungu Prishtinë, se me siguri ka pas tendenca ose ka. Ka pasë, po. Ma dyqysh bashkë qashtu një farë undergroundi me bo, e kemi pata, jo me kopiu kur njetë, mu inspiru. Inspirim, po. Edhe tejstun me që një shumë mëti, beqen po ashtu, dhe gjithë e kena pas një farë ide dhe po. Ata i shkrujnë tekstet, unë i komponoj këngë. Unë këtë u konë ti që i ki bo instrumental. Po, unë i kom bo instrumentalat, po gjithë nga trejtim, jo, s'mojnë e më marë, se s'di me shkru si beqa dhe miqa. Dhe më thonë asë si bujari, edhe bujari në Trojë atëherë o marë me tekste, asë një, nuk di me kontribuna drejtim, mujnë është ta në skenografi kom kontribun, design, dhe më thonë marketing, që po di unë në stage dhe sene, po jo aty se nuk di vlo. Së është fushë e odja. Edhe më s'pesgot, BMW-a po është një projekt shumë interesant, ja patëm njës 2011-ën. 2011-ën? Po, 2011-ën i pa ta fillu në që atërë mësova pak mira gitarës, se këta gitaristat, kur i theshe këtë në shokë vetëm hajtë bire gitarët, po pritaj. Po hajtë dhe parë zodhe vës një herë, adin. Edhe jo, me humor po thëmë gjithmonë, edhe po mirës që kam pritu se jo mësu mira pak gitarës. Edhe e di që ju kom shku nerva, tu i lutë non-stop, se dhe ata kam pas obligime tjera që apo dione. Kështu që po fillova adhone pak edhe po mu i qëto ideat që a i kom, mi përtheku, nuk janë fantastike, po na i ngojmë edhe përjetojmë që atë kohën e kalu me shumë qef. A ka pas sukses si album? Po njëri, është shumë interesant. Veç një live e kena majt. Veç një e keni majt? Veç një live e pa të majt para 2-3 vjetëve nëse s'ga bëj, Defy dhe me pa të organizu. Ka qenë fort eksperiencë mirë, e lodin e pa të më thirë bas, që konë Florenti gitarë, dhe më thonë. Florenti ka ra krejt albumit, mandej edhe bas edhe gitarë, i ka rinë qizu, konë BMW.
Unë I pata incizu në fillim, po mandej veç si ishim aktiv me Trojën, bëjshim edhe sa në tjera, po kupton, që ato përdu me ndëllidh. Edhe kena bu një album, ka dalë shumë I mirë, e kom miksu në shpe, gjatë pandemisë. Super, ta Po kupton, po kom kohë shumë e mirë I patëm incizu, di qika jam flajke që të më prehën të unë headphonesat edhe bëjsha, nuk ka dalë një farë miksimi, po qështu me internet, me të letëzu, të pa të bojë, se thojnë atë. Edhe ka dalë fort interesant. Qëtash I jena të I bua dhe dësane 3-a. Prapa? Po, që jo fort zërë. Po s'ka të bëj kjo me kjerë BMW-a, jo. Jo, Kjo është me betem iniciatë miliot juve. violant, po. Këto beqas, di kush ja kalon këta. Po, di, po ne po ata që për Po, shkak po, ja, me ditë. BMW-at na pëlqejnë shumë, po, ku me marrë s'keni pas asnjëherë BMW. Çfarë BMW-a, kjo do kjerë lëm. Jo, okej. Çajo, po BMW është çaj produkt. Është interesant si produkt. Kemi për shembull, çuçi ka pasë, kena marrë një Nissan Hip-Hop në 10-tave Blood, çka kam pas këta Gangs in the Hood. Gangs in the Hood. Gangs in the Hood janë tonë. Tonë, Prishtinës që Mariani, që përshëndesim Marianin shumë. Përshëndesim shumë, ja patëm dërgu edhe kongën. E patëm bua edhe qatë verzion, dhe më thonë I prekim qatë kohën në 10-tave të qysh. Tër ditën silëm Jo, është ajo, tjetër. është gjithse bashku të këndojmë se kjo është në ta jona, që ako nësa, ajo fantastik kongë. E të qysh është... Pregadit albumeja, qka? A jeni të pregadit albumin e dyra? Jo, po folim për qëta albumin që është I rinqizum, I kiq, a rinqizumin, qëto janë veç I ke rinqizum. Po që kam varë, se po kam jem përhap shumë diapazon të madh. Më rëngoj. Alea, po ngoj pra diçka për BMW-s, edhe pe zgjedhëm një këngë, për shkojmë me diçka BMW-s, mandej na po kthehemi prap. O po, atë BMW edhe kthehemi prap në intervistë me Landin. Probleme me kry se non stop të menun ty A mon është bile një për të gjishë ti mu e ma këty To the 2, from 2 to the 3 Repi që I qim pjotem siksi si ti Tash mos ma tesh se që ti kërkujna Jo që ta qina po të nëna jo të bujna Jo më shkolle mos me qashtu with the re Se no school, like old school qi mos ma bën se qi unë e zjapi Po cu thëm ta jepi nëse një e shepi Që s'ka po ngujna po kur që s'bërnina Piktina, atina, bla bla unë drustina Pra vera ka detorja, vera ka dera Dimri ka kun me e tirta me thira Kur e kom ka tu shpoj Ta pit shokin si piskos tru kohë del boj Nuk ko njësoj si me po si me ni Me po o me qyre me një jo me ti Fjord pinë në një tash me qyra I qes Fore mos më shit, se fore unë nuk shes Ma për pora des Ma për pora Ajo m'djepsh, op se kesh të heki Cica dhe bëth t'i breki Masi që t'i heki Një kamion t'isha plus brek të e leki Ajo m'djepsh, op se kesh të heki Me qita nuk heki Qep janë qeset e po trupi quke ti kom gode si rotat e shumet Dimi ditat të flumit Që po pret në bokserica E po pret me t'i po ato bëth e cica Bëth e cica? E me non telefonës që jam të folë me një gjallë tonën Jam t'ja konfirmu fjallë që ja kom rëptu Kume ta qia thona jetë m'ku Cica dhe bëth t'i breki Masi që t'i heki Një kamion t'isha plus brek të e leki Ajo t'jist, op se kesh të heki Me qita nuk heki Cica dhe bëth t'i breki Masi që t'i heki Një kamion t'isha plus brek të e leki Ajo t'jist, op se kesh të heki Me qita nuk heki Uqa u bo, uqa bo, uqa dir Uqa u bo, uqa bo, uqa dir Uqa u bo, uqa bo, uqa dir Uqa u bo, uqa bo, uqa dir
kari, pa botë kesh pas. Pa botë kesh pas. Cicat e lyme me mas. E lyme me mas. Mate kari. Mate kari. Mate kari. Pa botë kesh pas. Pa botë kesh pas. Cicat e lyme me mas. E lyme me mas. Unë qiva sote, nuk e di më ty, nuk e di, po shiët që sen s'ki qipës shumë sy. Mate kari, kej qa moj me tonu mate kari. Mate kari, mate kari, mate Lanë, po kthehemi prapë një intervistë edhe a kam intereson një çështje tjetër, madhore. Përveç rockut, metalit, hardcore edhe një mix, një ndryshim, po prapje radikal në rock, nuk del pia asaj fushës tënde. Me festival diçka, di që ki edhe një festival me drum set ose me tupana ose. Na i kena thonë ndryshe përpara. Po që, kejti kanë thonë qashtu edhe na i kemi thonë tash. Qashtu. Mirë që po ja kena nisë me lexu ma shumë. Po mi kuptu ma shumë sa në treja. Po e bojmë një festival që tash veç 4 edicione i kena bo, Prishtina Drum Festival. Jemi une, Valoni edhe Teo Mani, e organizojmë këtë festival. Ka si nismë, ka fillu pi neve, kemi emrat ndryshëm. Do më thonë, 2 edicionet e fundit veç kemi fillu me marrë emra internacional. Emra internacional, për sa fyrë t'jashtë, bravo. Po t'jashtë. Është karakter si festival, ka karakterin normal, është ma minimalist, është ma i vogël, se në fundit është një dramer i cili performan veç me tupana. Qysh është esenca, kuptimi që sajna, me tupana? Për shambull është drameri e thirim, edhe backing tracks, kongët e veta i lëshën play, edhe ky i bjen për mi kongëve të veta. Ose se cilë dramer e zgjedh, po mainly, kryesisht është që kjo. Tash e kemi pas Zach Grooves, kjo është një dramer botnor, shumë i mirë edicionin e kalum, kërë pej Amerikës. Edhe kur ai na ka thonë, this is a world class festival, ai veç vike për një festivali til në Angli, e për neve ke super kompliment, dhe më thonë. Edhe po e jepi maksimumin, gjithmonë na ka ndihmu Ministria e Sportit dhe Rinis Kulturës, edhe që i falendrojmë shumë, Armata po ashtu gjithmonë me hapësim bashkëpunim. Edhe bojmë me shumë qef, zgjatë 3 deri në 4 orë. Festivalet tjera në Evropë ose në botë zgjatësin me ditë, se ka gjatë tanë ditës, po të e pas parasysh që sa kemi na kapacitet me gëlltit nështë ta karakteret tila, nuk kemi dash njerës milion. është sfid? Me organizu është sfid, kuptohet që është sfid. E menova në atë kuptimin që është... A me performu? Për me performu, jo, po menova në atë kuptimin që është festivali 5, apo që bëhet. Edhe a janë pjesëmarrës e njëjtë, po flas vendor, ta gjithmonë ka me pas rotacion ndryshëm. Gjithmonë ndryshe, ka pas plot baterista vendor, nuk ka karakter garus, aty shkojnë se cili na zbulojmë edhe njerëz të ri. Apo kupton që herën e fundit nëse kemi ditë Leonard Berisha, dramer në Kroaci, fantastik. Të mërësisht fantastik, dhe mune kur e kom pa, kom thonë, ku je konë vlla, pa i si i vogël ka shku atje dhe kur e kom pa të performu jo që jëm kënaq
po edhe na ka mësu shumë sene gjatë performimit, edhe qasja e tij, mandej u krijuan edhe kontakte të reja, po kupton? Qashtu edhe bateristat lokal, eksperjenca e njëri tjetrit, këta që vishin internacional tjerë, kështu që kemi edhe plot kontakte që kemi bu për edicionin e ardhshëm, dramera që me bu me përmen një emër, di që ketë dramerat, po jo pse kemi ftus, ose po kemi fol, edhe ka shprej interesim me ardhëm. Si pjesëmarrës si... Po, si gjithmonë si pjesëmarrës si festivalit. Edhe tash po presim se di si vjeta mujmë deri në tetor, se kemi kur datën fikse. A s'është datë fikse? Po mendoj, çdo vjet munduhemi me bo, por ndoshta na shkon një vjet e gjys. Se dan edhe me bo çdo herë, prap po them, është i lodhshëm ndoshta, vinë zakonisht dramerat, muzicientat, edhe aty krijohen edhe ura, lidh, që vjen kontakte. A vjen me dramsetat e vet? Na i sigurojmë këtu panat, na çojnë rider listat, kush çka po don. Zakonisht ka edhe dramera që preferojnë me marrë instrumentin e vet, se ndryshe është. Po nuk është që në zën dikush vendin e parë, vendin e dytë. Jo, s'ka karakter garus. S'ka karakter garus. Kjo karakter edukativ. Okej. Në kuptimin me pa. Cila qëllimi? Veç me krijuara, me krijuara sa më shumë ndër lidhje, jo pse na jemi shpëtimtarët e dramerave, mos na ke kupton kërkush, po e kemi pa të arsyeshme me bo edhe diçka na drejtim. Domethënë secili kush do që jap kontribut, veç e mushkani zinxhir për me arritë një qëllim. Ndoshta na nuk i presim ato suksese, po gjeneratat shumë më të reja, ndoshta na kemi me qenë një link në diçka ose ti ose ai tjetri. Domethënë veç ajo është, me pas sa më shumë. Falem pak me herët, jashtë kamera hala pa hi emisioni, puna e rockut, vite 60-ta, vite 70-ta, vite 80-ta, bile u ngu shumë edhe rockën atë ko. Ka pas shumë ndëgjushmëri, ka pas shumë njerë që kanë pëlqyer rockun. Sot e komplet tjetër muhabet. Vitet 90-ta, 2000 dhe 2010-2011 u kon hip-hopi on top, sa të ka ndryshuar edhe hip-hopi është këtë diçka tjetër, një laramani që asës me diçka është. Rocku ka mbet këqësi anësh. Jo ndo grupe, fal juve grupe, për shembull që e mani prap skenën e rockut. A u zbe rockut e na jo? Po flas për Kosovë, jo për Shqipni, jo për vende tjera. Që keni marrë koncertet atje. Po. Dana din qysh rocku zbe se edhe na e kemi zbe. Jo me rockerat. Rockerat. Domethënë se s'munët gjithë njëna anë me pas fajin. Domethënë pavarësisht situatës, unë mendoj që nëse rockerat duhet me, kur po them fajin, po pe kritikoj veten edhe tjerë që duhet me jep edhe më shumë. Nuk duhet me na najt idejat në për foldera, në për kompjutera, në për studio. Po, jo pse duhet me pas, mos tinglon kjo si vetbesimi teprum, se kanë edhe kjo të kthehet bumerang për të keq. Mirë po duhet njeri nëse ka një ide me treguat ide. Domethënë na duhet me reagu për gjithçka, domethënë dihet që me rock, me punk, me hardcore, me këtë sanet jem bu edhe ndryshimet në shoqëni. Çto desha me dal, po. Po kupton, domethënë ndryshime në shoqëni, po edhe stil lan për shembull dhe repi ka ndryshuar sot. Edhe repi ka ndryshuar pak, jo në shti do sa na ka ndryshuar edhe rocku ajo, përgjithësi. Edhe rocku ka ndryshuar, çaty po du me dal. Po. Domethënë përderisa ti si krijues fillon mu të rrehek, dalin do çështo pe anash që fillon ajo mu bo se e shohin vakumin. Apo kupton, tash edhe ata ndoshta do të më jap diçka prej vetës, po është një farë konkurrence normalisht, pa të keqen, do gjithmonë të është një tjetrin, po përderisa ti nuk bën bojnë tjerë. Atëherë ti nëse je prej karikës që kritikon, ma mirë është më çu me punu, sa me kritiku. Po folim për neve, gjithmonë për. Kështu që na duhet me prodhu shumë më shumë. Foj besoj që edhe te na është. Edhe pse ka plot, po është edhe një anë tjetër që mendoj që media duhet më jap më shumë rëndësi muzikës rock, muzikës jazz, muzikës pop, muzikës alternativ, muzikës folklor të mirë, muzikës popullore të mirë, qytetare të mirë. Po unë tash nuk jem kritik i muzikës, po dihet çka muzika e mirë dhe çka është e keqe, apo kupton, dihet çka teksti i mirë dhe çka është i keq. Unë shoh kanë erdhur në markete, jo me fëmijë, lëshojnë muzikë eksplicite të mërshme, jo, apo kupton, domethënë pse se është veç by default. E kështu që na mendoj që këtë drejtim duhet më shumë me kontribu, më shumë me jep, vitet mund ndërlidh me pyetjen 80-ta, 70-ta,
Na veç kemi lexu dhe kemi pa muj ma shumë me interpretu se sa që e kemi jetu, se dhe s'kemi qenë të lindur, po atëre ka qenë ma ndryshe se njerëzit nëse kam pas një ide, kam pas edhe qëllim, edhe e kanë kriju, sot piki krejt senet, po qëllimi nuk piki, që po fatkeqësisht që e po mungon, do me thonë me kushte, me krejt senet. Morëm shembull Defy dhe ma herët që aty është një qendër shumë e mirë që të rritë mujnë me bo koncerte sa dojnë, me inqizu koncerte kësej albume kongë ndryshme, do me thonë atëherë se ke pas që të mundësi. Do është me pagu studion. Tash se cili ka studio në shpe, mund është me bo një kongë, bënë, nuk zdo me thonë krejt kongë. Do ka hu vullnetim një farforme. Po vullneti, po s'duhet me hu vullnetit. Për diri sa hu hu vullnetit... Kjo është me impullu dhe njerëzve që ekziston diçka dhe që me mujt me... Na edukoj masën, nëse jep muzikë të keqe kanë me ngu, nëse jep muzikë të mirë, nëse e merë shambull cilin do shtet, nëse Anglia kish lëshu muzikë tjetër, nuk besoj që Beatlesat ishin konë rockstara që janë sot, ose diçka tjetër. Do me thonë, kultura është pak me ledzupi, ta shka dhe para gjykime që i rockerat, kështu po ti ki ma shumë rockera që janë doktora, PhD, astronom, kësi filozofe, pilota ka, do me thonë doktora, qa për t'jon, astrofiziciste e tjerë, kështu që nuk është muzikë që fare njerëzve që shohin, po duesh me ditë. Nuk është muzikë që s'ka shko. Po dhe, do me thonë, nëse folin për hip-hop, ajo e kalëzën mas miri, nëse po të folin në ty për hip-hop, po pak di, apo kupton? Do me thonë të kalëzën shumë mirë që e kalëzën problemin që shoqënia duhet me reagu me përmirësu që atë sen. Edhe normal që ajo se cili njere ka gjetë vetën. Ky hip-hopi sot, nuk e dia du të me thonë hip-hop, po me një refren, me një fjallë, 20 refrena, pak në tema në kry. Gëni sene tjera se ka shumë matë mira. Lant, shfryzoj rastin edhe njerë me t'u falindru shumë na veç erdhëm në përfundim të emisionit, ku është shumë shpejt. Faleminderit për gjithë këto informacione që na e dhe. Shpresojmë që në jetë të ardhme e pa dhe rikthimin e grupit Troja, senet e reja pe i BMWs, shumë sene, shumë informata dhe shumë krijime të reja prej landit. Faleminderit për ftesën, ndan ke shumë kënaqësi, tu kisha lut nëse bëjmë një këngë me BMW-n, po ta lo kile, hajde, po një strof, adim pse për hir shoqënisë se mund të dalë shumë sa më mirë. Faleminderit Lan. Patjetër. Shikues të nderuar, kaq që për sonte, na shimin në emisionet e ardhshme. Natën e mirë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.